Fakti që Jezusi u ngrit nga të vdekurit është një prova përfundimtare që ai është biri i Perëndisë, që ai është hyjnor dhe prova përfundimtare që premtimet e tij janë të vërteta. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Fillojmë edhe për ditën e sotme me minutat e programit Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Një libër i disa viteve më parë tregon ngjarjen e një grupi njerëzish në një kamp pune gjatë luftës së dytë botërore. Këta burra ishin urdhëruar të lëvizin një grumbull coprash nga një anë në anën tjetër. Sapo e mbaruan këtë punë, morën urdhër t'i kthenin sërish atje ku ishin. Kjo punë pa kuptim u përsërit disa herë. Shumë nga ata burra zgjodhën vdekje në mënyrë që të shpëtonin kotësisë së asaj detyre. Ky është një shembull ekstrem i parimit. Njerëzit kanë nevojë për një qëllim dhe kuptim në mënyrë që të mbijetojnë. Sot Dr. Charles Stanley na kujton se mesazhi i ringjalljes i jep jetëve tona kuptim dhe shpresë. Mësoni që kjo gjë është e vërtetë, ndërkohë që Dr. Stanley e shpjegon për të gjithë ne. Dëgjim të këndshëm të gjithë. Në programin e sotëm dua t'ju shpjegoj se cili është mesazhi i vërtet i ringjalljes. Mesazhi i ringjalljes nuk është thjesht se Jezusi vdiq në kryq dhe dikush e vendosi në një varr, e vulosi varrin dhe vendosi ushtar romak për ta ruajtur. Ringjallja nuk lidhet vetëm me faktin që guri u rrokullis dhe krejt papritur trupi i tij nuk ishte atje. Kjo është ngjarja. Këto janë gjërat që ndodhen, por cili është mesazhi i ringjalljes? Dua që të më dëgjoni me vëmendje pavarësisht nëse jeni apo jo besimtar. Gjëja e parë që kuptoj për mesazhin e ringjalljes është kjo. Krishti Jezus, biri i Perëndisë që është shpëtimtari dhe Zoti ynë, është i gjallë. Ai nuk është i vdekur. Dëgjoni se çfarë u tha Jezusi dishepujve të tij tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 16, vargu 21. Kjo ishte një nga herët e parë kur Jezusi filloi të shpjegonte atyre faktin që ai do të vdiste. Që nga ai çast, Jezusi filloi të sqarojë dishepujve të vet se i duhet të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të pleqjve, të krerëve, të priftërinjve dhe të skripëve, se do të vrite dhe do të ringjallë të tretën ditë. Besoj se e mbani mend që ishte e padurueshme për ta kur Pietri e qortoi në vargun 22. Atëre Pietri e mori mënjan dhe nisi ta qortojë duke thënë: O Zot, të shpëtoft Perëndia, kjo nuk do të të ndodhë kurrë. Edhe tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 17, vargjet 22 dhe 23, që vjen pas provojës së përfytyrimit në mal, shkrimi thot: Por ndërsa ata që ndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: Biri i njeriut do të u dorëzohet në duart e njerëzve, dhe ata do ta vrasin, por ditën e tretë ai do të ringjallet. Dhe ata u pikëlluan shumë. Në të gjithë ungjillit, ju keni për të gjetur referencë pas referencë që Jezusi u thot dishepujve të vet: Unë do të vdes, por nuk do të qëndroj i vdekur. Unë do të ringjallem nga të vdekurit ditën e tretë. Dhe ndodhi pikërisht kështu, sepse atë mëngjes të ditës së tretë, kur gratë erdhën për të përgatitur trupin e tij me erza, varri ishte bosh. Ai nuk ishte atje. Bota sot ka nevojë të dëgjojë të vërtetën që Zoti Jezus, të cilit ne i shërbejmë, biri i Perëndisë, Zoti Jezus Krisht, nuk është varrosur në një varr. Ai nuk është atje. Mungesa e tij në atë varr na gëzon. Mesazhi i dytë i ringjalljes është ky: Mëkatet tona janë falur dhe ne jemi plotësisht të sigurt në të. Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 10, vargu 45, thuhet: Sepse edhe biri i njeriut erdhi për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 19, vargu 10 thuhet: Sepse biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu 7, pali flet se si jemi zgjedhur në Krishtin. Në të, në Jezus Krishtin, cilin kemi shpengimin, kjo do të thotë që vdekja e tij bleu shpëtimin ton me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargjet 18 dhe 19, duke përshkruar atë çfarë ka bërë Jezusi për ne, thuhet:
Duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kote të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit të patëmet dhe të panjollë. Cili është mesazhi i ringjalljes? Mesazhi i ringjalljes është që mëkatet tona janë falur. Mesazhi i ringjalljes është që ne jemi përjetësisht të sigurt në të. Por, a mbledh kjo të gjithë mesazhin e ringjalljes? Jo, sepse ne jo vetëm që do të jetojmë përgjithmonë, do të përjetojmë gjithashtu edhe ringjalljen në trup. Tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, Jezusi e quan këtë ringjallje një ringjallje në jetë. Po kështu ne do të përjetojmë ringjallje në trup. Por kur do të ndodhë kjo? Tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 22 dhe 23 thuhet: sepse ashtu sikurse të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin, por secili sipas radhës së vet. Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Personi i parë që do të ringjallë nga të vdekurit dhe do të jetojë përgjithmonë është Zoti Jezus Krisht. Ata që ngriti Jezusi nga vdekja në kohën e tij vdiqën sërish, por Jezus Krishti është ai që u ngrit nga vdekja dhe jeton përgjithmonë. Pra, mesazhi është ky: të gjithë ne që jemi bijtë e tij do të përjetojmë një ringjallje të trupit. Bibla thotë se do të ketë një ringjallje të trupit të shenjtorëve të Zotit. Dëgjoni se çfarë thuhet tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 42 deri në 44 për këta trupa. Kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve. Trupi mbillet. Këtu flitet për trupin dhe jo për personin. Në prishje dhe ringjallet në paprishje. Çfarë do të thotë kjo? Trupi mund të përjetojë vdekjen, kalbjen dhe të gjitha sëmundjet apo gjërat e ndryshme që do të shkaktojnë prishjen e tij. Ne nuk do të kemi këta trupa që plaken apo smuren. Këta trupa nuk e kanë lavdin që ka siguruar Zoti për ne. Mbillet në shënderim dhe ringjallet në lavdi. Mbillet i dobët dhe ringjallet në fuqi. Mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Kjo nuk do të thotë se trupat tanë do të jenë pjellë frymore e imagjinatës tonë. Nuk do të thotë se ne do të rrim vërdall në përhapësirë me ndonjë frymë trupore. Kur Zoti flet këtu për trupin frymëror, po flet për diçka që është mbi natyrore. Ai trup nuk është vetëm një trup natyror, ai është në të njëjtën kohë një trup frymëror, një trup mbi natyror, sepse pak më sipër ai tha se ne do të kemi një trup dhe ky trup do të ringjallet. Pali e shpjegon këtë tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 51 dhe 52. Ja, unë po ju them një të fshetë. Të gjithë nuk do të vdesin, por të gjithë do të shndërrohemi në një moment sa hapen mbyll syt në tingullin e burisë së fundit, sepse do të bjerë buria. Të vdekurit do të ringjallen të paprishëm dhe ne do të shndërrohemi. Ne sapo lexuam që ai tha, sa hap e mbyll syt, trupat do të ringjallen. Nëse do të ishte vetëm një pjellje e imagjinatës sonë, apo ndonjë lloj tjetër fryme që do të rrinte pezull përgjithmonë, ku do të ishte dobia e ndryshimit. Këta trupa fizik, pavarësisht se sa kohë kanë jetuar në tokë, nëse janë mbytur në det, kanë shpërthyer në luftë, ose nëse janë konsumuar nga zjarri, kur të vijë Krishti, do të transformohen sa hape mbyll syt. Trupi që prishet do të vesh mos prishjen, dhe ky vdekshëm do të vesh pavdeksin. Edhe ky trup që prishet, kur të vesh mos prishin, edhe ky vdekshëm, kur të vesh pavdeksin, atëre do të realizohet fjala që është shkruar: vdekja u përpi në fitore. Vdekje. Çfarë ndodhi me fitoren tënde? Vdekje, ku është gjëmba jote? Gjëmba e vdekjes është mëkati dhe fuqia e mëkatit është ligji. Vargjet 55 deri në 57. O vdekje, ku është gjëmba jote? O therr, ku është fitoria jote? Edhe gjëmba e vdekjes është mëkati dhe fuqia e mëkatit është ligji, por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezus Krisht. Mesazhi i ringjalljes është që ne do të kemi një trup të ringjallur. Por si do të dukemi atëherë? Shikoni tek letra e parë Korintasve, kapitulli 15, vargu 49. Dhe sikurse mbartëm
shëmbëllimin e toksorit, do të mbartim edhe shëmbëllimin e qiellorit. Me kë do të jemi të ngjashëm? Dikush mund të thotë, mos vallë do të thotë kjo se të gjithë do të dukemi si Jezusi? Jo, nuk është kjo. Kjo do të thotë se të gjithë ne do të kemi trupa. Ne do të kemi trupat e transformuar dhe të ndryshuar prej tij sa hap e mbyll syt. Ky lloj trupi do të mbart lavdinë e Zotit të plotfuqishëm. Ne do të dukemi shumë mirë në sytë e Zotit dhe do të jemi ashtu për të gjithë përjetësinë. Pse? Sepse gjithë secili prej nesh është një trofe i hirit të Zotit. Gjithë secili prej nesh do të mbartë shëmbëllimin e qiellorit. Gjithë secili prej nesh do të jetë atje për t'i dëshmuar pafundësisë së ëngjëve se dashuria e Zotit është pa kushte dhe e jashtëzakonshme. Ai zbriti poshtë dhe shpëtoi mëkatarët e humbur e të poshtër duke i bërë ata shenjtor, trofe të hirit të plotfuqishëm të Zotit. Ky është mesazhi i ringjalljes. Ringjallja nuk tregon vetëm faktin që dikush vdiq, por që dikush u ngrit nga varri. Ky mesazh është një mesazh shprese, sigurie dhe besimi për çdo besimtar. Le të shkojmë së bashku tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6. Dëgjoni se çfarë thot Jezusi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargjet 37 deri në 39. Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë, dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë, sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e Atij që më ka dërguar. Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar, që unë të mos u mbas asnjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë, por t'i ringjall në ditën e fundit. Ai tha, nuk do të humb asgjë. Ai dini se çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Zoti nuk do t'i humbas ata trupa. Ti në total nuk përbëhesh vetëm nga personaliteti yt, por edhe nga trupi yt. Pra, çfarë do të ndryshojë ai? Natyrisht shpirtin ton. Kur të largohemi nga kjo tokë, do të hyjmë në prezencën e Tij në përsosje të plot. Por çfarë do të ndodhë më tej? Mos vallë mendoni se kur ai të ringjall trupin, do të marrë këtë trup të sëmurë të prishur dhe të kalbur dhe ta çojë në qiell? Jo. Jezusi tha për veten e tij tek Ungjilli i Mateut kapitulli 28 vargu 18: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Çfarë do të bëj ai? Ai thotë se sa hap e mbyll syt, këta trupa do të ringjallen. Tek letra e drejtuar Filipianëve, kapitulli 3 vargu 21, Pali thotë: I cili do ta transformoj trupin ton të përunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm sipas fuqisë së tij, që t'i nënshtrojë ndaj vetes të gjitha gjërat. Trupi i tij ishte plotësisht i lavdishëm. Kur të largohemi nga kjo tokë, këta trupa do ta lënë këtë tokë të transformuar plotësisht në lavdinë e vet Birit të Perëndisë. Ky është mesazhi i ringjalljes. Ne jo vetëm që shpresojmë se do të shkojmë në qiell, por shpresojmë se kur të largohemi do të jemi si ai dhe kur të shkojmë atje do t'i shërbejmë përgjithmonë Zotit të gjallë. Në qiell nuk do të ketë njerëz të bukur dhe të shëmtuar. Ne do të mbartim imazhin e lavdisë së Birit të Perëndisë. Me kë do të ngjajmë? Ajo do të jetë diçka që nuk mund ta imagjinojmë. Nuk e di nëse do të ketë pasqyra në qiell, por me shumë mundësi jo, sepse atje nuk mund të ketë mëkat, kështu që nuk mund të ketë gjëra të kota. Zoti nuk ka asgjë pjesërisht. Ai nuk bën asgjë gjysmë. Ai ka siguruar një qiell plotësisht të përsosur për ne, që do të përfshijë qytetin qiellor dhe do të ketë tokë të rinovuar. Ne do të jemi bijtë e Perëndisë së gjallë. Dashuria e tij është plotësisht pa kushte. Ai ka bërë gjithnjë më të mirën për ne. A nuk do të bëjë ai më të mirën edhe për këta trupa? Sigurisht që po. Kjo është arsyeja që Zoti thotë se ne do të jemi si ai. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargu 39 dhe vargu 40, Jezusi tha: Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar, që unë të mos u mbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë, por t'i ringjall në ditën e fundit. Ky pra është vullneti i Atij që më ka dërguar, që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. Ai po flet për trupin, sepse ne do të jemi tashmë me të. Unë do ta ringjall atë ditën e fundit. Ai do të ringjall trupat tanë. Asgjë nuk do të humbas. Trupat do të transformohen ashtu si ta ai. Cili është mesazhi i ringjalljes? Kushdo që njeh Krishtin si shpëtimtar, do të përjetojë ringjalljen.
Dhe jo vetëm kaq, por qielli do të jetë shtëpia jonë e përjetshme. Mesazhi i ringjalljes është se qielli është shtëpia jonë, sepse tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, vargjet 2 dhe 3, Jezusi tha: "Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Përndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju." Dikush mund të thotë: "Unë nuk besoj tek Jezusi, por besoj tek Zoti. Unë besoj se Zoti im është një Zot që do t'i marrë të gjithë në qiell, sepse është Zoti i dashurisë. Ai është një Zot edhe i drejtë. Unë besoj se nëse bëj më të mirën, nëse jam një qytetar i mirë, nëse paguaj taksat e mia dhe nuk lëndoj askënd, nuk vras njeri, me siguri Zoti do të më marrë në qiell. Unë besoj se jam po aq i mirë sa edhe fëmijë im. Nuk besoj se duhet të shkoj në një kish. Nuk besoj se duhet besoj në Jezusin dhe gjithë gjërat e tij. Besoj se në një mënyrë apo në një tjetër do të shkoj në qiell." Në rregull, miku im. Më dëgjoj me kujdes. E them këtë me gjithë dëmshurinë e zemrës time. E di që mund ta besosh këtë, por je i mashtruar. I vetmi person që e mundi vdekjen dhe u ngrit nga varri dhe është ulur në anën e djathtë të Atit, është i njëjti person para të cilit të gjithë ne do të dalim një ditë, ose për shpëblimin e punëve tona të mira, ose për t'u gjykuar për të gjithë përjetësinë, për mëkatshmërinë tonë. Ai është personin që tek Zbulesa kapitulli 21, vargu 27 bën këtë deklaratë: "Edhe nuk do të hyj asgjë e papastër dhe askush që kryen në veri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës së qengjit." Nuk ka rëndësi nëse ajo që mendoj është e drejtë apo e gabuar. Çështja është se çfarë thot gjykatësi i të gjithë njerëzimit, çfarë thot i vetmi person që u ngrit nga të vdekurit dhe ul në anën e djathtë të Perëndisë. Me anë të ringjalljes së tij, ai vërtetoi çdo premtim që kishte bërë. Ai tha: "Vetëm ata emrat e të cilëve janë shkruar në librin e jetës së qengjit do të hyjnë në qiell." Nuk ka rëndësi se çfarë mendon apo si ndihesh. E rëndësishme është ajo çfarë thot Zoti i plotfuqishëm. Ai e thot këtë mjaft qartë dhe thjesht tek Zbulesa kapitulli 22 vargjet 3 deri në 5. "Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre." Në vargun 4 ai thot: "Ne do të shohim atë ballë për ballë." Po kështu ai thot se emri i tij do të jetë mbi ballin ton. Në vargun 5 thot: "Dhe atje natë nuk do të ketë, dhe nuk ka nevojë për llamba as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon, dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve." Nëse do të kishim kohë, do të flisnim për shumë gjëra që thot Bibla për qiellin. E rëndësishme për qiellin nuk është se me çfarë do të jenë rrugët, nëse do të ketë apo jo kështjella. Nuk është kjo çështja. Çështja është se atje është Perëndia. Froni i Zotit është atje. Jezusi është atje. Çështja është se edhe ne do të jemi atje. Ne do t'i shërbejmë atij. Do të adhurojmë dhe do të jetojmë me atë dhe me të dashurit tanë. Ne mund të besojmë gjithçka që Zoti ynë i plotfuqishëm ka siguruar për ne, sepse Krishti u ngrit prej së vdekurish, gjë që vërtetoi gjithçka që tha ai. Nëse ai nuk do të ishte ngritur nga vdekja, atëherë mund të thoshim e di si është puna, edhe njerëz të tjerë kanë bërë premtime të tilla, nga ta dim që kjo është e vërtetë. Fakti që ai u ngrit nga vdekja është prova, sepse ky ishte testi final. Kjo është prova përfundimtare që ai është biri i Perëndisë. Ai thotë se ka siguruar një qiell për ne, dhe se çdo person, emri i të cilit gjendet në librin e jetës, do të jetojë në përjetësi. Por duhet t'u tregoj edhe diçka tjetër për ringjalljen. Ne kemi premtimin se do të takojmë të dashurit tanë atje. Ne do t'i njohim ata. Nga e dim këtë? Tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 13 dhe pjesa e fundit e vargu 12, lexojmë: "Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem." Tek letra e parë Thesalonikasve, kapitulli 4, vargu 17 thuhet: "Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi errët për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin." Përse do të thoshte Zoti që ne do t'i takojmë ata në ajër nëse nuk do t'i njihnim? E vërteta është se qielli
nuk do të ekzistonte nëse ata do të ishin krijesa pa fytyrë. Ne do të kemi një marrëdhënie absolutisht të përsosur, që nuk mendoj se tani mund ta kuptoj dikush plotësisht. Do të kemi një marrëdhënie të mrekullueshme me Atin, Birin Perëndi dhe frymën e shenjtë Perëndi. Do të kemi një marrëdhënie të përsosur me njëri tjetrin. Ajo marrëdhënie do të jetë shumë e thellë, shumë e shenjtë, aq sa ne nuk mund ta kuptojmë në këtë tokë. Trupat tanë fizik, me emocionet dhe mëkatshmërinë tonë, nuk mund ta kuptojnë dot se si mund të lidhe me dikë në mënyrë kaq qiellore. Por do të ndodhë pikërisht kështu. Do ta njohim njëri tjetrin ashtu sikurse edhe njihemi. Do të doja të ndaja edhe një mesazh tjetër të ringjalljes. Kur lexoj Ungjillin e Lukës, kapitulli 24, vargjet 1 deri në 9, shoh ngjarjet që ndodhen, varrin dhe gjithçka tjetër rreth tij. Ky është një vend ku zakonisht njerëzit ndalojnë. Por ky nuk është mesazhi i ringjalljes. Mesazhi i ringjalljes është që Jezus Krishti u ngrit nga vdekja dhe jeton brenda gjithë secilit prej nesh që i kemi besuar atij. Ne mund të përballemi me të nesërmen me siguri, besim dhe paqe të përsosur. Nuk ka rëndësi se çfarë na duhet të përballojmë. Ne do të jemi fitimtar. Do të jemi fitimtar sepse kjo tokë është e mbushur plot me konflikte, stres, dhimbje, dhunë, lëndime dhe turp. Luginat tona shpesh janë shumë të gjata dhe të thella. Shtegu ynë shpesh mund të jetë i mbushur me dhimbje, lëndime, zhgënjime dhe dekurajime. Mesazhi i ringjalljes është ky. Ne nuk do të kalojmë asnjë luginë vetëm. Nuk do të kalojmë në asnjë shteg të jetës, pavarësisht se sa i dhimbshëm mund të jetë, pa prezencën e Birit të Perëndisë që na forcon, ruan, drejton dhe gëzon në rrugën tonë. Dhe kjo jetë nuk është vetëm kaq. Kjo është vetëm një pjesë e udhëtimit. Do të vijë një ditë kur ky udhëtim do të mbarojë dhe Biri i Perëndisë, që u ngrit prej së vdekurisht dhe që bëri premtime të mrekullueshme, do të përmbush premtimin e tij të fundit. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, vargu 3, ai ka thënë: "Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju." Ti nuk e di se kur do të përballesh me përjetësinë. Prandaj ndiq këshillën e Dr. Charles Stanleyt edhe përgatitu për atë mundësi sot. Prano sakrificën e Krishtit për ty, edhe prit për të kaluar përjetësinë me të. Tek Gjoni kapitulli 5, Jezus Krishti thot se një ditë trupat tanë do të ringjallen. Vargu 24 fillon: "Në të vërtet po ju them, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Edhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Në të vërtet po ju them, po vjen ora, madje ka ardhur kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë dhe ata që e kanë dëgjuar do të jetojnë. Sepse sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë edhe Birit të ketë jetë në vetvete. Dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë, sepse është Biri i njeriut. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij edhe do të dalin prej tyre. Ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sot me minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.